Rreth 2 muaj para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, misioni OSBE ODIHR ka zgjedhur diplomatin italian për të udhëhequr ekipin e vëzhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve. Zanier dhe stafi i tij do të zhvillojë takimet e para më 1 prill në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Më tej do të ketë takime me aktorët politik në vend në kuadrin e njohjes së klimës parazgjedhore. Ende nuk dihet se sa vëzhgues ndërkombëtar pritet monitorojnë procesin zgjedhor të 11 majit, por mësohet se opozita do të kërkojë një numër të lartë vëzhguesish. Zgjedhjet në Shqipëri kontestohen vazhdimisht nga palët politike, ndërsa në raportet ndërkombëtare janë evidentuar jo pak problematika që nisin nga përdorimi i administratës shtetërore në funksion të partisë qeverisëse, te fenomenet e shitblerjes votave dhe deri te votimet familjare. OSBE ODIHR përgatit disa raporte lidhur me zgjedhjet që nisin me klimën parazgjedhore për të vijuar më pas me ditën e zgjedhjeve dhe më pas raportin përfundimtar. Po kush është ambasadori që do të certifikojë zgjedhjet e 11 majit? Ambasadori Lamberto Zanier mori postin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s me një korrik 2011. Në korrik 2014 ai nisi mandatin e tij të dytë 3 vjeçar. Zanier u bashkua Ministrisë Jashtme italiane si diplomat karriere në vitin 1978, nga qershori 2008 deri në qershor 2011 ai pati postin si përfaqësues special i OKB-s për Kosovën dhe shef i misionit të administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Nga viti 2006 deri në vitin 2008 ai ishte koordinator për CSDP në Ministrinë e Punëve të Jashtme italiane, duke u marrë ndër të tjera me çështjet e politikës jashtme të BE-s dhe me pjesëmarrjen e Italisë në operacionet e BE-s civile dhe ushtarake. Nga viti 2002 deri në vitin 2006 ai ishte drejtori i Qendrës për parandalimin e konflikteve të OSBE-s, i fokusuar në çështjet politiko-ushtarake si dhe menaxhimin e krizave dhe përgjegjës për menaxhimin e operacioneve në terren të OSBE-s. Pozicionet e mëparshme të larta përfshin përfaqësues të Italisë në Këshillin Ekzekutiv të Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike në Hag 2002, kryetari i negociatave për përshtatjen e traktatit për forcat e armatosura konvencionale në Europë 98-99, shefi NATO-s për kontrollin e armëve dhe disarma operative 91-97. Më para ai ka shërbyer në Rom, Abu Dhabi dhe Vjenë, kryesisht i specializuar në çështjet shumëpalëshe dhe të sigurisë. Ai është autori i disa publikimeve mbi çështjet e sigurisë, parandalimit të konflikteve dhe menaxhimit të krizave. Ai ka qenë antar i bordit të administratorëve të Akademisë OSBE-s në Bishkek, bordit këshillimor të Qendrës së Gjenevës për kontrollin demokratik të forcave të armatosura dhe bordit të drejtorëve të BE-s. Aktualisht është president i Qendrës për negocim dhe ndërmjetësim ndërkombëtar të Universitetit të Goricias në Itali. Zanier është diplomuar për juridik, gjithashtu ai ka një diplomë nderi në shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike nga Universiteti i Triestes në Itali.